së dhe hanë datën 29 shtator 2025. Pra në mikrofonit si çdo natë moderatore juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të më presëm në bashkëpunim të emisionit e natës ku sonte kemi një temë ku mund të bëni pjesë telefonatav apo edhe e shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues të pandryshuar si çdo herë të Viberit në +33 48 1509 70. Shpresoj se keni kaluar një ditë të bukur, një ditë e mirë, një fillim javë të mbarë dhe të qetë dhe lutem që çdo kush nga ju të jetë shëndosh e mirë me shëndet dhe me rahati në familjet e juaja. Një përshëndetje veçantë para se të shkoj shkanë për dëgjuesen tonë nga Shkodra Meteo Katalina ku i urojna shërim sa më të shpejt. Ju kisha thënë që si çdo herë që të bani shpërndarje në faqes tonë të Facebookit që t'ju dhëm hapësirë dhe dëgjuesve tjerë të kyqen dhe të bëjmë pjesë e emisionit tonë të natës. Faleminderit shumë për mirëkuptim. Pra të nderuar dëgjues, siç e theka më lart sonte kemi edhe një temë ku e falenderojna Enver Fazliun nga Barileva që na ka dërguar këtë temë dhe ne sonte pra e kemi marrë pikërisht këtë temë. E tema është kjo. Në kohën e sodit rinia apo vajzat, por edhe djemt, a shiqojnë karakterin e një personi apo pasurinë? Çfarë mendoni dhe çfarë do të na thoni? Pra pas pak numri do t'jeti hapur ku mund edhe të telefonani dhe të shprehni mendimin e juaj rreth teme. Edhe njëherë e falenderoj shumë Enver Fazliun nga Barileva për këtë temë që na ka dërguar. Edhe njëherë i përshëndes të gjithë dëgjuesit që i shoh se janë të kyqur këto në Facebook dhe i falenderoj. Unë kërkoj falje se më kanë ikë shumë komente, por do përpiqem të lexoj komentet. Një përshëndetje si çdo herë na vjen nga Barileva Heroike ku na shkruan Fehmia Hiu me mbrëma Lule Shabani. Faleminderit shumë i nderuari Fehmia Hiu dhe ne të përshëndesim dhe të urojna mbrëmje të bukur e ardhim të mirë. Po ashtu bashkë me ne është Adifete Ajdari ku na shkruan përshëndetje Lule zemër respekt të dashur. Faleminderit shumë Adifete dhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur dhe ardhim të mirë në vazhdim. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga dëgjuesi jonë Ismail Rexha ku na shkruan, përshëndetje Rytëvizër Ilir, përshëndetje moderatori Lule Shabani, përshëndetje stafën dhe gjithë dëgjuesit të mbrëmje dhe ardhim të bukur. Faleminderit shumë Ismail Rexha dhe ne të përshëndesim dhe të falenderojna duke të uruar mbrëmje të bukur e ardhim të mirë. Lili na shkruan me mbrëma o njerëz të mirë, përshëndetje Lule për ty zemër, përshëndetje dëgjues, faleminderit shumë Lili, gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë. Na shkruan nga Menheni edhe dëgjuesja jon Aurora, përshëndetje Lule gjithë dëgjuesit Rytëvizërit e lirë, respekt dhe kaloni bukur. Faleminderit shumë Aurora, një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë respekt. Na shkruan administratori Radio Zërit e Lirë Avni Qerimi, përshëndetje dëgjues të dashur të valëve të Radio Zërit e Lirë bashkë me stafin e moderim. Me yllën e moderim me pronare Lule Shabani në mbrëmje të bukur, respekt pa kufi. Faleminderit shumë vendas gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë respekt. Një përshëndetje na vjen nga Shkodra, nga Meteo Katalina, Rytëvizër i lirë, mbrëmje të mirë, moderatori Lule Shabani, stafin dhe dëgjues të argëtim të bukur me nga një kafe. Faleminderit shumë Aurora, gjithashtu të më falë Meteo Katalina edhe unë të uroj një mbrëmje të bukur, shërim sa më shpejt e Zoti të rujtë me familjen tuaj. Po ashtu na shkruan Aslan Kastrati, përshëndetje të zja Lule, faleminderit shumë i nderuar Aslan, edhe unë të përshëndes, faleminderit shumë. E një përshëndetje na vjen edhe nga Abedin Kiqina ku na shkruan, mi mbrëma Rytëvizër i lirë dëgjues tuaj, një radio që bën gjithçka për dëgjuesit, një mbrëmje sa më të bukur, me dëgjueshmëri të lartë të kaloni mirë. Faleminderit shumë i nderuar çlirimtari jonë nga Drenasi, pikrisht Abedin Kiqina, ku falenderojna e përshëndesim familjarisht dhe i urojna mbrëmje të bukur dhe ardhim të mirë në vazhdim. Na shkruan edhe Sabri Jashari.
Para se të ju përshëndes e shpërndrava me grupe adhetare, ju përshëndes emër për emër gjithashtu stafin e mrekullueshëm. Faleminderit shumë i nderuari Sabria Shari dhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna, po ashtu të falenderojmë edhe për shpërndarjen, respekt pafund. Na shkruan edhe Selman Pallushi, mbrëma nga Shtetet e Bashkuara të Kosovës, si mësu më shoqen, hajde të Likovësit ku për mu. Selman, të përshëndes familjarisht, të uroj një mbrëmje të bukur dhe artim të mirë, faleminderit shumë, respekt pafund. Po ashtu prap shkruan Ismail Rexha, përshëndetje për të gjithë audiencën e këtij mediumi, shpresoj të kaloni një mbrëmje të bukur arktuse, të bukur pranë valve të RTV Zërit e Lirë, respekt. Faleminderit shumë i nderuari Ismail Rexha, respekt pafund nga stafi i Radio Zërit e Lirë. Ka shumë komente që kanë shkëmbyn me zveti dëgjuesit. Po përpiqem t'i lexoj ato që kanë përshëndet, tjerat janë mes dëgjuesve. Unë i falenderoj, respekt pafund për të gjithë dëgjuesit e Radio Zërit e Lirë. Unë shpërndava hajdni edhe ju, si çdo herë Fehmi Jahiu. E një përshëndetje na vjen edhe nga mikja ime edhe dëgjuesja Radio Zërit e Lirë, Elpejte Memeti. Përshëndetje Lule Shabani zemër, të uroj një mbrëmje të bukur ju, stafin e radios dhe gjithë ndëgjuesit e respektmen nga një kafe. Faleminderit shumë e dashur Alfejte, gjithashtu të përshëndes edhe unë familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur e artim të mirë në vazhdim. Gjok Mulaj, bukur ju përshëndes kolegë, faleminderit Gjok Mulaj, respekt. Nuk e di, a na ka përshëndet neve, apo ka kolegë, si do që tjetë, unë e përshëndes, e falenderoj dhe i uroj argëtim të bukur në vazhdim. Një përshëndetje na vjen si çdo herë edhe nga Bekim, mi mbrëma për të gjithë respekt, faleminderit shumë i nderuari Bekim, edhe ne të përshëndesëm, faleminderit shumë. Luan Berisha, mi mbrëma, përshëndetje RTV Zërit e Lirë, me ju, mirë se ju gjeta, ju përshëndes të gjithë dëgjuesit, faleminderit shumë, unë kërkoj falje, po ka shkruar qashtu me gabime, si do që tjetë, unë falenderoj. I uroj mirëseardhje Luanit dhe e përshëndes shumë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Enver Fazliun nga Barileva, ku na shkruan me mbrëma stafi Radio Zërit e Lirë, me mbrëma moderatori nderuar Lule Shabani. Jeni shqipon Kosovë, komplimente për ju, i përshëndes dëgjuesit, telefonuesit, respekt për të gjithë. Faleminderit shumë Bacenver edhe ne të përshëndesëm familjarisht, urojna mbrëmje të bukur, punë të palodhshme e argëtim të mirë me emisionin tonë. Po ashtu të falenderojna edhe për temen që na ke dërgu. Si ju dëshpresa, mirë mbrëma Radio Zërit e Lirë, përshëndetje dëgjues, faleminderit shumë, si ju dëshpresa, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve, faleminderit shumë. Vazhdoj tutje. Remzi Beqiri, përshëndetje shkon për dëgjuesit, Remzi, neve na ke harru krejt, a? Ani na po të përshëndesëm me dëgjues, nuk e di atë kanë përshëndet, ajo si që tjetë, unë të përshëndes dhe të falenderoj. Thojnë trimi mirë me shok shumë, po vurën e tradhtin, shokt po trim e ka kry punën e vetë trim lind e nuk bëhe shkor. Bravo Selman. Ju përshëndes për slog, as me ju përqafu, as për dërë se kam gripin, Loan shërim sa ma të shpejt. A një përshëndetje shkane edhe për në Zejnullahun, ku na shkruan, Lule Shabani përshëndetje moderatore ndëruar, respekt pa fund. Faleminderit shumë, Bacia në Zëllën të përshëndes, të falenderoj mbrëmjet bukurit mirë dhe për juve. Dhe bide mo ku përshëndetje dhe nga ona jonë, faleminderit shumë. Një përshëndetje si çdo herë na vjen nga Kanadaja, nga dëgjuesi jonë dhe miku jonë Agim Zeqiri, ku na shkruan.
Përshëndetje e nderuar Lule Shabani Tys edhe të gjithë dëgjuesit kudo që ndodhen, respekt, nder, për të tanë kaloni bukur një mbrëmje. Faleminderit shumë i nderuar Reagim Zeqiri dhe ne të përshëndesim familjarisht atje në Kanada dhe të urojnë mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Nejmi e Gjemali ku na shkruan: Përshëndetje Lule, përshëndetje, respekt, kaloni bukur ndëgjues. Faleminderit shumë nderuara Nejmi dhe Nete, përshëndesim mbrëmjet bukurit mirë edhe për ju. Përshëndetje dëgjues, kaloni një mbrëmje të bukur me respekt, na shkruan Labinat Shatri. Faleminderit i nderuar Labinat edhe Nete, përshëndesim mbrëmjet bukurit mirë për ty dhe gjithë ndëgjuesit e Radio Zërit e Lirë. Alina, përshëndetje dashur edhe për juve, faleminderit shumë. Një përshëndetje shkon edhe për Bastri Dubrën, ku është tashmë duke na shiquar, faleminderit shumë. Selmonit i thujna natën e mirë, e të kaloj sa ma mirë, faleminderit që ishë deri tash. Nadia, të përshëndesëm, e na shkrua Nadia, mi mbrëma Lule Shabani respekt zemër, faleminderit shumë e dashura Nadia, dhe në të përshëndes dhe të urojmë mbrëmjet e bukur e artim të mirë. Valla pasurin Lule e këqyrin, këto trejat se kujtojnë gjithë me pare jetojnë. Po për zotën, shumë e vërtet. Shikojnë pasurin, luksin edhe mirë mëngjesi, interesi, ditën e sudit na shkruan Luan Berisha. Faleminderit Luan. Lule mi mbrëma përshëndetje, faleminderit Luan edhe njëherë nga ana ime, respekt pa fund, po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Arabie Gyrodhani, ku na shkruan përshëndetje Lule gjithë ndëgjuesit me nga një kafe. Faleminderit e dashur Arabie, gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Përshëndetje e dashur, si je, si kalove ditën sot, e dashur na shkruan Ibadete me ana. Faleminderit Ibadete, mirë jam, mirë po kaloj si çdo herë që shto, punë ditët e zakont, mbrëmje me ju, ku dhëmë të përshëndes të falenderoj dhe shpresoj se ka kaluar një ditë të mbarë dhe një fillim jave të mbarë. Dritan tani, mirë mbrëma dhe nga ana ime, faleminderit shumë. Adem Lujmani, përshëndetje nga unë Adem Durako. Të përshëndesëm Adem Durako edhe ne familjarisht dhe të urojnë mbrëmjet e bukur artim të mirë. Ju përshëndes nga Mitrovica bukur na shkruan Ibadete. Faleminderit Ibadete edhe unë të përshëndes pikrisht këtu nga studio qendrore në Gjermani. Na le të lexoj komentin e Nejmies, sa i përket temës, në ditën e sodit më shumë po shiqojnë pasurinë. Interesi s'po ju intereson më shumë, të reja a ka kërë të mirë, pasuni pare respekt. Po dhe po, për që ata të me njëherë kërë përbon 1 muj, 2 muj, 3 muj, po dohen, se interesin pytje, jo dashnia. E një përshëndetje na vjen edhe nga Fitore Gashi Veliu, ku na shkruan përshëndetje Lule gjithë të pranishmit në emisionin tuaj, je mrekullueshme, qitma një këngë gërbeti për vllaun. Faleminderit shumë Fitore, edhe unë të përshëndes familjarisht, uroj mbrëmjet e bukur, e Zotit ta ruajt vllaun dhe gjithë familjen, respekt pa fund. Kur merr gru kështu humb, nuk e di, gjithmonë kanë thënë gruaja të bashpi, gruaja të fik. E nuk e di dritan për çka ke thënë. Duhet me marrë gru, se ty be më martu të njëjta gjeni nuk ban, gjithmonë nuk kanë adet më martu burrë me një gru. Një përshëndetje na vjen edhe nga shlerimtari jonë në Gadeçani Gjevdet Aliçkaj, ku na shkruan. Përshëndetje Rrytë Vizeri Lirë, përshëndetje stafin drejtoreshën dhe moderatore Lule Shabani dhe junte pranishëm. Faleminderit shumë nderuari Gjevdet Aliçkaj. Të përshëndes familjarisht, uroj mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Faleminderit shumë. Lule Shabani respekt për ju dhe dëgjues të mrekullueshëm. Faleminderit shumë me nderuar Selman Pallushi, je një dëgjues i mrekullueshëm dhe ke një respekt shumë të madh si nga unë dhe si nga stafi im. Dije, respekt pafund për ty familjarisht. Për të gjithë ndjeksat nga një kafe Dritani. Dritan
E mu më harruve heq, veç këta njeksa, ta s'po thua dhe moderatorës për ja qes një kafe. Lule Shabani Zemër, fëllëmë zotit e bekov me familje, respekt pa fonë, na shkruan me to Katalina, motrushe, është doher nder, e knaci, respekt pa fonë edhe nga ana ime. Lule Shabani, shumë falimderit zemër, zotit e rujt me mbar familje në respekt me dorën e zemër. O falimderit e Elfete shumë me dorën zemër, dhash zotit që kur të vinë Kosovë të takohem dhe të pim edhe nga një kafe bashkë, respekt pa fond për ju familjarisht. Shumë falimderit Lule Shabani, respekt edhe nga unë na shkruan Luani, falimderit Luan, gjithashtu respekt edhe nga unë ime. Tashma kemi edhe kry administratorin dhe vllaun tim Rahim Fegashin nga Austria, ku po na shkruan. Mi mbrëma dhe mirë se ju gjeta të ndëruar shiqus dhe dëgjus të Radio Zërit e Lirë. Falimderit shumë vllashko, gjithashtu një mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju familjarisht atje në Austri. Po ashtu si çdo herë dëgjusja jonë shpresa e fundit na përshëndet dhe na shkruan, përshëndetje për të gjithë, ju dëshiroj arktim të mirë, respekt. Faleminderit e dashura shpresa edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna, respekt pa fund. Tashma kemi këtu edhe vendasin Cen Lausha, ku e falenderoj, po na shkruan pikërisht Cen Lausha. Përshëndetje mi mërëma gjithë dëgjuesit të shtëpisë së madhe të Radio Zërit e Lirë, përshëndetje moderatore Lule Shabani. Mbrëmjet e bukur, e nderuar, respekt, dëgjim të këndshëm për të gjithë, respekt. Faleminderit shumë i nderuari vendas edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë. Të gjithë dëgjuesit ju uroj shëndet, lumturi, ju rujt Zoti familjarisht kudo që jeni mbar botën, lindje dhe perëndim. Valoj Luan, shkërthuj edhe lullën e rujt zote se që stu dhe herë pata shli komentin se lo. Luan, kam qef me bo shako, unë të falenderoj shumë, respekt pa fund zoti i rujt, jo vetëm dëgjuesit e Radio Zërit e Lirë, por gjithë shqiptar kudo që është zoti i rujt dhe bekohet me familjet e tyre. Respekt për të gjithë, shumë bukur po dukesh, i madete, faleminderit shumë, respekt për komplimente. Aje dhe Lule, respekt zemër, Aurora asfata ja, po qa me bo. Lule Dritani ka hup që ta e tha, Allah nuk e di, inshallah s'ka hup Dritani. Sa i përket teme sot po këqyrin qfar kere ka, po këqyrin qfar ka marri vëzit, kuku. Oj, kuku, e more Selman zotit rujt. Jo, fëmi duhet me shkollu dhe me eduku si duhet, e jo për zotin po me mujt me shkollu edhe me eduku mirë është po. Këgja zero ardhë kuha. Luan Berisha, falemderit shumë për kafe, respekt pa fonë, unë kam dëshirë dhe nuk e di a din apo a je dëgjushi, ka herë shumë i juni, por është herë parë që po të shoh, unë të falenderoj dëgjus të mi e din që unë kam qefe të baj shaka me dëgjus dhe të njihen sa ma lirshëm si kur në shtëpinë e vetë, ju të jenë një medium, se ky medium është medium familjar, medium që me të vërtet javlen të shpërndahet, të dëgjohet, të shiqohet dhe pse jo edhe të telefonani, po edhe nëse nuk telefonani, të pakten të shkruni komente dhe të kënaqni ju në mes vete si dëgjues të Radio Zërit e Lirë. Ani se tash rri serios veç ta vnoj kravatën dhe nuk baj shako. Jo valloj ban sot mur. Mustanin. Lule Shabani zemër kismet edhe një gjykim qaj. Vallam duket fol fejte. Bekim, Lule, respekt për juve. Falimderit shumë beki, respekt edhe për juve pa fon. Në shpi pa një femër si shpia pa kullum, nuk kemi jetë një mashkuj pa një femër. Po non pa femër, pa gru, pa qika. Wow, Luan, shumë e vërtet, mos e lo zoti as një shpi
pa femër, sidomos pa zëjen e shtëpisë. Pa marrë parasysh është nëna apo është gruaja, por inshallah nuk e lë Zoti asnjë mashkull të jetojë vetëm pa një femër në shtëpi. E sidomos personi i jetës të jetë afër edhe të kenë lumturinë e harmoninë si çifta gjithmonë. Lule Shaboni, respektet e mia, respekt drejtan edhe nga ana ime, pa fond. Këtë nëherë thëshin qikat kur martohen, kam shti burrin me ble zhvutën. Me ja ble zhvutën. Këtë nëherë qikat kur martohen, kam shti burrin me ja ble zhvutën. Mustanin. Vjusa kastrate mi mbrëma Lule, mi mbrëma edhe nga unë, faleminderit shumë. Edhe tash na erdhe dhe Fidajit e Huti, ku e përshëndesim dhe i urojna mirëseardhje e falenderojmë shumë. E kam një telefonat, unë do ta marrë këtë telefonus. Alo, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se na erdhe nderuar. Përshëndetje ka Gjakova Kuqe. Mirë se na erdhe Gjakova Kuqe. Faleminderit, koha shumë pak me ftoft. Ka nisë më tash më ftoft koha, këtë Kosovën. Vjeshta tash do të më ftof, se bolle keni pas zhvegë thate pashije. Ka thonë qeq, kina me lypë të nëzete, kina me lypë stoftin, shka me lypë tash na? Tash me lypë valazdi. Nuk e di çka do të me lyp, tash të përdimen do të veç me lyp tash pason me mesh. Me lyp me anë, kush s'ka do. Pason me mesh, thojmë nga Gjakovat. Allah po, mire ki, se përdimen të knaq, mi qitave në trak, mi shperet atë muzi, pasullin, zehe, shpia, edhe mu knaq njëri. Naj pasterën. Gjakovat hojnë pason me mesh hojnë. Po, jena shqiptarët, jam me meshja... Në shta fola shtajt, thojnë Kosova, thojnë pasulli shtajt. Pasulli vynë për dime vynë. Pas thema, mishi, thatë edhe manga. Edhe plus me qitë kajde. Po, vëlla, e vërtet. Unë foli me kone pleshve. Ja, po. E kom përvu plesh une, kajtë plesh e kom përvu une. Se punoj gati me plesh punoj. Kënajt në periuda, qka? Në për Gjakovaj, në për të pane. A në për të pane? Në për të pane. Në për të pane, në për darsma, në për hajt. Në për dek. A vesh në për dek, a? Po, unë njeki që ato i njeki, i kemi da senet me dhavin. Aha, vlov në kellon për darsma, ati për dek, a? Po, se me shkune në përdas, ma thonë shumë ma këqyë qikën gënë, ma mirë në përdek dorën zeme, ditën e mirë. Vallahi, bollën fije i paskero, me shku në dars, ma dëhet me maru njeri të i këqyrë gratë e huja, kështu në dek, s'ki qa këqyrë, eshte në dhej që ata të na jenë 3 senet të na, nështë kërkoj pale për publikit, se i dhëmën publikit. Pa? Pika po është, pëse ma këqyë qikën, pika 2 pëse ma këqyë gënë, pika 3 nuk huna me bajanak, nuk huna me ka, e me ka me tullë ty, a me tullë në këtë me njëjt me ula? Po dhe po, që ashtu është. Valjan, a ke dëgju temen edhe dhe të kyqesh në temë sante? Jo dhe mora me përshëndet juve, se në tema nuk e di, unë në ashta emin për madin, faleminderit. Po këthirti që s'di sa herë, unë nuk i harraj fort persona që telefonoj. Faleminderit, ta që kemi kone hajvarit, speca të shi, ku gjë puna marë... Shtot. Mirë ju bonfshëm e unë të falenderoj shumë që na telefonuve, ishte knasi, respekt pa fond, e dëgjuhëm herave tjera, je mirë se ardhër. A bale pikë më zëkohë? Po, cila do të ishte aja? Kongën i smet përjes. Kongën i ploki, rrubi plokët kur do vetë, a cile? Mu ma do në zemë, se kom dojtë babës, se kom patë.
Aha, okej, vetëm një kohë nga, ja? Po, në qaj kongë mje, kongë Gjakobove. Okej, pas pak do tjetë. Tash I pas jube me më thirë për njesit. Okej, Valon, pas pak do tjetë. Tung. Tong. Pra, të dashur dëgjues, ishte edhe Valoni nga Peja. Unë do të vazhdoj edhe pak me komente, kështu që e kam edhe një komentën nga Nejmie Gjemali ku na shkruan. Gruaja thojnë është direkt I shtëpis lule. Bane edhe mos me pas ofër zotin e shtëpis. Ha, respekt. Shumë e vërtetë, është edhe pajtohuna plotësisht Nejmie se gruaja është direkt I shtëpis. Ka ndodhur shumë raste që gratë edhe pa bashkëshort ja kanë dalë, kanë rrit fëmijë, kanë arrit sikur me pas edhe burrin çdo gjë nuk është ku send pas që thojnë anan këtë gjuhën e popullit Allah katënar që po foli, edhe pse nuk u kanë I zot I shtëpis. Ama për mashkuj është pak ma zar, për shembull, nëse sidomos kur është ose ka fëmijë të vogël, fëmijë të ri, të kujdeset, nuk është e lehtë. Koshti sa kastrati për zotin nuk e di. O vallahi Selman, nuk e kum pa se pa e vetë se kësha lan pasha zotin. Po, është një fal libre. Një fal libre, nuk e di kush e ka shkru ku marru. Valbona Regja na shkruan mi mbrëma motra lule dhe të gjithë dëgjuesit, faleminderit shumë e dashura Valbona, respekt vallon. Hajse të sfilet zë që pisheni jënë me zvejti s'ka kajle. Një përshëndetje na vjedhe nga Suzana Babana I ku na shkruan, përshëndetje motra lule Shabane zemër mish dhe juve ju përshëndesmen nga një kafe. Faleminderit shumë e dashura Suzana, respekt nga ana ime të falenderoj shumë. Qyre Maraklia, Valbune Maraklim pasolla për çka fjala. Luan. Tash të gashme dhe u dolin I marrin pazar. Të nëherë që heshim. Po Valbune di se dhe si hini tha. Gruaja është direkt I shtëpis edhe është mbretnesh. Unë s'ka jetë pa gru, jo, unë s'kam jetë pa gru, po e vërtet është. Pra të ndëruar dëgjues, edhe një herë ju përshëndese emër për emër. Unë ju njoftoj se në gadje emisioni junë ose radio junë, Radio Zëri Lirë, shkon 24 orë në 7 ditët e javës edhe tek Shkabaj. Mund të instaloni aplikacionin e Shkabaj dhe të na dëgjoni 24 orë sikur në Android, po ashtu edhe në iPhone. Po ashtu edhe çdo ditë në orën 12 mesditës, emisioni, si për shembull emisioni I sodëm, I sontet që jemi duke shku drejt për drejt, nesër nga ora 12 deri në orën 14:30 minuta do të shkojë reprizë apo përsëritje direkt në valët e Radio Zëri të Lirë, në Shkabaj dhe në të gjitha aplikacionet ku janë radio shqiptare, ku është tashmo edhe Radio Zëri Lirë dhe ban pjesë në ato aplikacione. Po ashtu edhe në YouTube mund të na shiqani emisionet, por ato shkojnë pa muzikë për shkak se YouTube I bllokon muzikat dhe nuk I lejon. Por ju kisha lutë që sa ma shumë nuk ju kushton asgjë. Te abononi faqen tonë në YouTube, vetëm e shkruni Radio Zëri Lirë, del faqja jonë edhe shkruan abonent, që ato e abonon nëse kur gjë nuk ju kushton. Absolut as një cent nuk ju kushton. Vetëm të bëjmë sa ma shumë ndjekës që janë duke në ndjekur edhe në YouTube. Faleminderit shumë për mirëkuptim. Pra, e përsëris edhe një herë temen, e tema është kjo, në ditët e sodit rinia, vajzat, apo edhe djemë, pse jo, ama shumë e shiqojnë karakterin e një personi apo pasurin,
çfarë mendoni dhe çfarë mund të na thoni. Unë do të shkoj me një pikë muzikore dhe pasaj pikë ajun. Po si po kalon në vendlindje? Mirë, shumë dhe ishtash para një 5 minuta i sënë rinë në klinë, isha në Sërovik, dheri të U ordvona. knaqe në vendlindje. Po këtë kone kaloj në shpeja atje në fshat, tani vi këto flaj, Bravo. her vi, her zvi, po nese që 2 ditë që martë, po tani punë që dasht pa tjetër se kom në komuni e se herët, do të termine me kry. Lule, pëse për këtë temë, s'kom shka flasë, ajo dihet, se ne jemi shumë për materialista, kështu që po dihet ajo. Po qa të më pengu mu, qa po më pengon, dhe gjë Lule, njerëzit që kanë anë përëndim, kanë bo pak pare. A harrojnë të atë kalumën e vetë se kush kanë qenë edhe qa kanë qenë. Postoj sëd, postoj në Facebookun, një aksident që këtë ndodhë me fatalitet. Edhe është e drejtë imja. Qohet e më komentan njeri jo, që njetën e vetë, Abedini sigurisht e din tash për kanë të folë se lexon mesazhin e një, o njetën e vetë, apongat plastikit s'ka pas. Kur kom pasur në kerë, kur unë e familjarët e tia kom qunë në për mjek, a i s'ka, apongat plastik s'ka pas, ka i t'zdath. Edhe më thët mu, ti i shkel regullat, jetë e morë telefonin dorë. Unë absolutisht se kom pas telefonin dorë, ka pas këtë të tërkush telefonin dorë, vish fola. A uptën? Se qa që jenë ta eksperta, ty ta përcaktojnë, edhe regullat mi mësën e mund komunikacion se a duhet me prejk telefonin. Po unë edhe nëse telefonin ma në dorë, o ma mirë i gra rikfec i gra e ma mirë se sa i që i gra për para. A uptën? Të pas ka bo nervoz, Vilsan. Jo, së boni nervoz, vi që shkrova, thash në dëgjo, kur unë e kom vëzit kërë, ti e kon hala, thash në duish babës tanë. Edhe ka, që mora mo me ta, dhe se shumë nuk ofendoj njerës, e kom karakter më s'më ofendu. Lule po më shqetson rasti, stash erdha për herë të parë, se vina për shatin në i mirë qa beqnena hiki kolonës. Drejtë më thonë, pa dashje harrova dhe hina për kevë, që ashtu edhe erdha. Besëm Zotën, betohëm Zotë. Në jetën teme që voziti, kur ma shumë frigu nuk jom si sonte. Wow. Edhe nuk më rokën një farë frike, një farë sekleti, një farë panike, kanë gjitë të porzës dolcit, mresht, kuqe, krahen e djatë mund është më ra një 4-5 metra në kanal. Veç mrejsh është e kuqe. Edhe do armaturat ngullën. Une nuk e kuptoj, nuk muj me kuptu këtë shtetonin, qysh mujnë me leju këta njerës që i rregullojnë të rrugë edhe nuk kanë sinjalizim edhe nuk kanë mbrojtje. Tjetrën, mund vjen keq, humbja njerëzve. Me keqarë se nështë ta nesër humbe unë jetën komunikacion, si ditë kur fatit jetës. Por, une pri sodit, ma kërkuj nuk i shkruj në ngushllime, dhe sot një e nesër 10 dekshin. A në më këta njerëz normal, a në më këta njerëz që mendon, a shka problemi, ku është problemi këtu në njerëzve? Të rrinë 20 centim për mrapa në rrugë që është me lëq, bjen shi, rrshet sukurnakull. Nuk e di pse duhet të njeri mu 20 centim, 30 centim ofër. Në qmendi kjeri, cenzorat para, cenzorat mrapa, se su janali. Bi, shkon të bo. Nuk e di, a kanë kulturë këta njerës, a e njerës, a e në shtons. Tani jo ndodhen aksidentet. Po normal që ndodhe aksidenti. Ndodhe aksidenti, më mëdhime në bëvdek pa fashmit, po qaj si banë që si aksidentër, se kur kënë klinë, betona në zëtë që veç ndoshta vjen keq mi thonë hatës mund t'i heke shpenzimit, për gjithë ditë dis një kanion, ja heke shpenzimit të vërrimit. Pastrohet njerë për këtë në bërlogi. Njerëz ma bërloga, po qerdhja e budalve është të shëndru Kosova. Ndoshta s'kemi mujt mi pa dhe i sot, s'kemi ditë që kanë pas vetëm ki e kval, po besoj që edhe ki e kvalt, ku kanë konë zërë për këti poplit tonë. Qfar gjendit me rushme është Kosova sot? Për 2 ditë, besën Zotën, 5 aksidente, nuk o marë normal, Kiev do të s'pi pas 5 aksidente.
Unë po se edhe Rauha kish postu një postim në grup të radios që vetëm për 3 ditë më do ka 5 ditë kënë që kënë 6 vdekun në aksident trafiku me të vërtet u merë shumë keq, po që ta mërmenja Vilsan, ku është problemi, a është të shteti Jo që unë kom një vrejt, kujdeset? unë kom prom ku erdha në orë të vona, këtë rashi. Po, Ishin dalë policia, të pak para si me kalu, me gjithë respektin për uniformën policisë, a optën. Ishin dalë të nalë në radar, para si më hinë stacioni policisë në Pralina atë quhet. Edhe tash unë me këtë trunin tëmë budallakt, 30 zonë rash. Pse mërë dele e nalë në radar? Kanë ku ka të rreziku aty di kanë. Po delë marë zotni që atë jenë dalës, ku çdo minut delë me fatalitet në bjen dikush, që atë jetë delë nali. Po mos del ti këtu kur është dritë, në tanë dritë, ndreqim, rruga ndreqim, tanë në kamera, del. Unë këtu s'po muj me drejtën më thonë s'mu të edhe mi kuptua, dhe se s'kom drejt, jo mi primas po folë për policinë në Kosovë s'keq, me gjithë respektin që kam, s'kom arsye të flas keq, po më do gjest s'po të thonë ma shumë. S'm pëlqej ky gjest. Vilsan e ka shkru Abedin një koment, ka thonë Vilsan prej na i përshëndetje dhe respekt kojshi, mos u merr me ata që të rrejhin shpinën ditën e ta bojnë grupën natën. Po e faleminderit kushin e din, po bashkë aty një djalë aty Gjabrahos ma ki shkru një koment e Abedin, të pedin, ata në familje mirë, për çdo respekt në familje mirë, po mu marrë me moshtë personaliteti i vogël, a kupton? Sinqerisht është personalitet i vogël. Ai mund të pas parë, mund më pas, po ai mundet edhe parë më pas, po nuk është kategori imja, a kupton? Tjetër personalitet jo ma tjetër, është ai tjetër jetë. Nëna njojë rreth, nëna Vilsan, parja nuk të ban njeri, që s'ki edukat familjare karakter, parja nuk të ban njeri. Po të lutëm, po nëse mora shumë kohë, po jam shumë i Jo, zhgënjym në absolut, komunikacion. absolut. Jam shumë i zhgënjym në komunikacion. Drejtën më thonë, më ka hinë një farë frikë që unë s'kom frikë, po tash po frikohet mire se janë për shim ta the kjerën, ta prish qefin, qarë ta qepës ha ta hadrejsh që kjerën, se hekër, po të mytë bre krejt. Po të mytë krejt, a kupton? Shumë e vërtet është. Qenë te kalem. Para me ndodhe që ky fenomen. Unë në Kosovë kësha bo apel gjdo kjerri mja hek dritat para edhe stopat për mrapa krejt. As nuk din më dhonë në rreth sinjal kur hen, as nuk dhonë kur dalin, dritat e gjata sinalin kur natën, që anal heq as luja sa dusht, shpes pare si jep që anal, tonë se di pse, nalja hekja krejt edhe leq ashtu pa stopa mrapa. Hen rreth nuk e pshajnë, del për rrethet nuk e pshajnë. Jep në sinjal më këthy nuk jep shajnë heq, veç jenë, ti s'din ato hinë shmojt ato jetë drejta që ka du të mu nalë, edhe me këshyrë ku të bjenë, ose të bjenë, ose du të mira. Thonë drejtën, jam shumë i zhgënjym, do shta edhe lodhja po ma banë, po drejtën më thonë, nuk kom shka flasë. Jam tepër i zhgënjym për komunikacion. Për komunikacion e fjallë. Vjen shumë keq për ta njerëz që të hup jetën, po me keqarë dhe thëmë, sot deshën një, nesër 10 që si që bojnë që si, litë pastruat bërë tereni, për këtu një njëron të, po desin pa fashme, të aty o problemi, se dresin se gjonë kur gjonë. Se gjonë ato kur gjonë, ato në shohën fundit a i ka mund që se është bim dreci është. Të kuptoj se janë këto gjana që i përjeton vete edhe je atje e she, po me të vërtet është për keqardhje. Unë thash edhe atë ditë kur e kish po djali që të rastin e fundit që vdes që ai djali i ri më pej, edhe kur erdha unë u befasuva në punë, kesh po lexuva kur erdha kuku i mam, thash që është dek 15 vjet. O i mam, tha mos më kallzon Kosovë, tha se kësi heri kanë edhe kök me mu 3 javë që ka nejt. O i mam, tha atje po duke shumë me pas kujdes, tha se katastrofë, tha që është po vëzitëshën. E dim Vilsan edhe gjdo herë në alon neve, sidomos neve gërbeqarve, kur po vinë gërnauqat po kondeshe, ku janë tash të gërbeqarët, këtë kuh atje, shumë Po pak po qebre heq. që tash hadin klin, vetëm unë me tabelat Minhenit edhe dy tabela e pava të Zvicrës. Unë hala tabel të hujës pava. Më Shumë thonë se vërtet ku bërë 100 km ku bërë në për Kosovë,
Kesh në Pej, Nistok, Gjorokot, do më thonë qëtë territor, Kiev, Klin, Corovik, asë një tabel të huj se pova. Të ka përshëndet Rauha shumë, Rahimi edhe po thet Lule të regoj Vilsunit se unë jam detyru të marrë një kerë me qeresh kaku se me provokojshin sa herë që jam dalë në kumë krecin. Është të vërtejt, unë ato kam qenë, jemi shku bashk, e kemi marrë një kerë me qere, me tabelat Kosovës, me Rauhan bashkë edhe tonë kuhën, të vetën e kalon në Rezal edhe ka vëzit me një kerë me tablat Kosovës që ka marrë me qire. U dosh me pagu 30 euro ditën, kirën e vetë me la parkut, Vilsan. Për Zotën, e përshëndes Rahimin, ju uroj një mbrëmje të mirë, faleminderit për respektin. Unë po të them drejtën, edhe unë kam makinën në shtrajt, po boll fort pi frigona që ta pshtet dikush edhe kur gjithë merr gjovesh. Është Opton vërtet. se është problem se alla diçka thot, unë e pova ndeshin klin bre. Pova ndeshin klin. Po kjo është që me dori bre në zonën 20 km në orë, 30, ma shumë smush me gra. Mo kon aj aksident që deri në motor e ki shku ndesh, e ki shku do më thonë ndeshja. Ndeshja. Po. Po leja to që ka ndodhë. Po më pas qëllu fëmija të hecë në orët mësimit që anë hecë në kom, apo në grua, në burë që kalimtar, e kish marrë me vetje. Unë këto në dajten më thonë, nuk jëm të mujtë me kuptu. Voziti me, është turë më thonë, mbi 5 milion kilometra, garanti kom kalu me njetën time, mbi 5 milion kilometra. Çdo ditë me timoj. Në jetën time deri sot, pritë edhe të gjashtës, e 2025 aksident s'kom posa as kur ra kuj që kom as më ka ra. Kur heq. Kajtë jetën në komunikacion e kom. S'do të thot që s'bajnë ndeshje. S'do të thot që jem prefekt. Edhe unë e kom gabimet. Ama kujdesin maksimal duhet me pas. Distanca është gjoja ma e mira në botë. Nuk e di pse duhet më mnejt e mund gjys metra ofër. Kur mund më mnejt 20 metra largë. Edhe mund me pështu jetën e vetë mund më pështu mu, edhe nëse mund të aksident, mund me aksident me Iran, mund më pas me dëmtim kërë, po jo marrë me fatalitet. Po të përshëndet Gazmende ju, po të përshëndet Gazmende shumë dhe po të të Vilsan prejna i mas je shku në Afganistan. Jo, thuj Gazmendit, jo në Afganistan, po më jenë keq më folë për poplin tim, si jenë pjesë i këtij poplit. Afganistani është 500 herë jemi ma të kulturu në Afganistan se sa na. Se na kena morë një kulturë, se s'po du mu shprej, se s'është në etikën tim me shprej, na flasë për poplin tim, po na kena një kulturë drejtësit, djallit për ndryshe. E përdej sa ti jeton, e vepron në Evropë, e mendin e ki nazi, e në Arabi, e në Turqi, kur ti s'ki mu integru dhe kur s'ki mu zhvillu në tru as në kokë. Kjo me gjithmonë aj njeri i mbrapa mbetur edhe naiv. Vilsan pasë me shku, e kam edhe një koment e pikërisht shpresoj se ti ki përgjigje, nuk po përgjigje mon, edhe pse bëllë që po kam, po ty du me të lanë mu përgjigje. E ka shkru Shala Venit. Edhe ju që jetoni jashtë kur vini në Kosovë i grahni makina shpejt, e në përëndim në guxoni se ka blica, me gjithë respekt që kam për mërgjimtarit. Unë e përshëndes Shalën, pajtoj me Shalën, po këta që i grahin, 80% thuj Shalës, jenë po të njëjtë njerëz që i morën makinat tona edhe ne mbetëm fajtor. Përjashtoj une, nuk përjashtoj edhe gërnaqat, se dhe vetëm gërnaq, s'pim t'i përjashtu, thuj të ndërrumit. Po pjesa dërmuse janë fajtor vendort janë fajtor. S'di sa ufton, vendort janë fajtor se unë e kjerin tem, prom, hiq ma larg, vllave me ka vëzit. Vllave ka vëzit kjerin. Edhe nëse një gabim ta kish bo vllav, ata të kish edhe që kuj me nhenit bo një gabim, ufton. Shumë e vërtetë, bajte unë plotësisht. Po, unë s'pe kundërshtoj Shalën, po gjenerata jonë që imi vjetër, edhe njerëzit që vinë, jenë leje rritë në Gjermani.
Nuk pi përjashtonit që ta gërnoqet që nash tash 2014-13 që i kanë përkthy patent shoferat atje. Këta e të Kosovës janë, që patent shoferat i kanë përkthy atje. Po këta e din çfarë vozitje bojnë në Gjermani të shalin dhe rumë. Unë i shoh për çdo ditë. Pa dinë mbra s'den as më hin qytet. A dinë më zotni më shalin dhe rumë që patent njerëzit që i morrin patentet, shqiptarë që jetojnë në Zvicër, 80% për tyre s'din më hin me nhen. Edhe jeton në Zvicër jeton. Dush me bot dhe dallime ku vozit edhe qa vozit. Se nuk është interesant unë e vozit në Gjermani, po jetoj një fshat që kur në qytet s'hi. A opton? Është i barabartë që ku më vozit në Zoravik apo në Pej. Shka o Peja, qëfar qytet ju Peja? As që sa ma forë se ki. Shmojt gjatë hin, del, merë gjovesha e punë, kur gjithë s'ka. O bona e tepër, po jam shumë i shqetësuar sa i përket komunikacionit. Thëmë sinqerisht. E përshëndes edhe Gazin, Gazbend Bajramin, ndoshta dikush kritikon, ka drejt të kritikon, po ky është vetëm mendimi im personal. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, të falenderoj shumë. Nuk flas për apetitat e ndëgjuesve, nuk flas kur të e din që jam shumë direkt, edhe në kohë që ta njerëzi, apo shala, nëse është jeton në Kosovë, nëse le vjen shala, drekën e ka prej meje, edhe një 50 km ja kushtoj shalë, unë me kertemin ka më vozita e ka më inqizu. Atëherë, bisedojmë masi ta kryjmë vozitjen, atëherë ka më thonë, në ju nga bimone, në ka më pajtu me realitetin. Ka që kisha natën e mirë. Faleminderit shumë Vilsan, natën e mirë, gjithë mirat e Abedini po të Vilsan të unit leja lirisht me vozit se është shofer që kur aksident nuk ka bo. O shumë e vërtet, Abedin, shumë e vërtet, unë kom vllaun edhe është tash në tonë kem vllazët e mirë, kur s'ka vllot keq, po ai është njeri i arsimit, ai është njeri i prajshëm, ai nuk ban gara, s'ka nevojë se edhe ai është i ka afër 53 vjet, më qysh gabosha 18 vjeçare, na kemi pas fatin lule që jemi rrit nga një prind i edukum, edhe nga një prind që si kemi lind, po thuaj kemi lind në kerr, a kupton? Kemi pas kushtet ekonomike të mira, edhe atë fati kemi pas, po ndoshta tjetë se kanë pas fatin tonë, edhe kur s'krenona që unë kom pas fatin e mirë, e tjetë s'kanë pas. Edhe çdo herë shkoj për tokë, nuk shkoj në sikur shkojnë dikush që kanë ardhur me 4 vjeç në Gjermani, e ti qesin iPhone-at, e ta qel kerrin, gjamin e kerrit, e ti jep gas, e të shlajfit, e të kallëzu budallak, se ai për to është, këtë është normal, unë i kuptoj botën e të njerëzve, edhe marrë shumë me qetësi, se edhe i me knoqëm që ka arritë me bo një kerë, se tonë jetën e s'ka pasë sa po nga më mbatë, ka i të zdatë, edhe për to është shumë fantastike që ka arritë me bo një kerë. Ja ka qelë dyrt perëndimi, po mas ta keqpërdorin perëndimin, ose keqpërdorin kulturën, po jeton t'jem perëndim, merre për qatë kulturë, trashëgo qatë kulturë edhe këtu, bjerë qatë kulturë këtu. Bilet paktën do kultura të arsimit, të komunikacionit, të sjellë me njëri tjetrin, e respektin, ajo të morëm kulturë dreqit, vetëm shkruajmë të ofendojmë njëri tjetrin, të merrem me gjëra jo të ndershme. Kaq kisha natën e mirë, Natën e mirë, faleminderit shumë të fala i bën familjes ato e dëgjohëm me Vilsan. Respekt pafund. Gjithatë mirë, natën e mirë. Faleminderit. Pra të dashur dëgjuese, kishëm pikërisht dëgjuesin tonë Vilsan Prenaj tash me pushimin e Kosovë, ku e falenderojmë për telefonatën, po ashtu i urojmë pushimet të bukura në vendlindje. Një përshëndetje shkon edhe për mikun tonë nga Ilirida Haxhivata Hasani, ku është bashkë me ne, po ashtu Suzana Babanaj, Arta Morina Ganishala. Të gjithë jeni të përshëndetur emër për emër nga unë dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Nderuari Haxhivata Hasani, ju nuk o që të ka bloku askush, por ju vetëm ti, por shumë dëgjues po ankohen që nuk po mujnë me bo lajka, por si do që tjetë nuk të blokon kërkush, kur mos o tëtë që e ki blok të Radio Zërit e Lirë, se nuk i kur farsye me respekt nga stafi.
E kam tashmo edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbroma, mirë se na erdhe Isak. Mi mbroma nderuar e mirë se gjeta. Po si Isak, si kalove sot? Mirë, nuk kam keq. Vludha, çka bone, çka vive? Valla, me thonë drejtën, në kontin më lëshevi këmë orë tabelat tjere të këmë registru, edhe këmë orë shpekur gjo. Mirë shumë. Isak, çka do të na thuash sonte? A ke dëgju temen apo do të falsh edhe ti pak si vilsuni apo çka do të na thuash sonte në këtë telefonat? Valla, unë vilsunin fort mirë në dëgjua. Po? Edhe valla, shka fuli, fjoll me venë. Sa e mirë e tha, vinë mërgjimtarët, me tjera të snajta, shqyqër i kanë fitu vetë, shqyqër që i kanë posë mundësimi bon, po kur vjen vilsuan i kone markerën e ti e dalë tranuna. E ata nuk e dinë që nuk kanë vilsuanit, po është i soke. Shumë njësa që ashtu pa bojnë. Edhe ty në dëgjua kur thova kanë markerën me qero. Po, e ka morë Rahimi vlov, sa bashkë na shku ka morë. Po që kjo, e na pja akuzu e na mërgjimtarë. Na mërgjimtarë të gjep infuzion. Po, kur vinë këtu na i morëm kjerët e tyne, se e na mësu me kjerët kësija këtu. E aty e në matë minjë, na? E dollëm tash pa thëmë kështu Allah ka të që dollëm frëngëm. E si tash e me tabela Zvicrës apo Gjermonisë, tani i akuzuin mërgjimtarët. Vilsuni mirë, tha. Edhe që tha vilsuni edhe australitet, kanë dhonë pore, i kanë morën patentat me pore. E vallohen Kiev nuk din me hi. E Skenderaj ndër nasë, le mi quna kun ma fellë. Mu më ka ndodhë dhe nuk është hera parë që po përmene, veç mu më ka ndodhë në rreth në Drenas, të e di ko rrejthin Drenas. Mirë vallohe. Ato nuk po dishin shqiptarët e Kosovës, veç është me tabelat Kosovës, ato nuk po dishin qësh hinjet as qësh dilet në rreth. Ato me shku po zaglavet që po jetë që ato një sahat që nuk ishte hund edhe të sfirat tonë pse po afruar se nuk po di ke kush me hin rreth as me dal për rrethi. Të në Gjermani janë rrallt për mus më bo koluna edhe hen gjithë kush del në cilën dalje ka me dal të parën, dytën, tretën, varet sa dalje i ka rrethi edhe kur njëtën tem une kolun rreth nuk kum po pse nallet midis rrethi kere unë vesh në Drenas kum po. Tjetër kur nuk më thamë, po në Drenas, po. Ndërume, rrethi është, që i kanë thonë, pa thonë, Allah ka të nërë që mi do 10. Rrethi është për mës me bon këllun. Po, rrethi është për mës me bon këllun. Po në tjetra. Shka me bon që e kalon shtokët e dera, a hojtë ashtu kalon pore, edhe ka shti patent shoferin në gjep, që kërë me shku në shqetyre me mori pacientë të hanë. E lidhje me atë punë s'ko. Ka shumë asë e roste. E qifti i tina të një të merë në qoftë tyje, mu është dhe njonin. Se qërë tash, unë e kom patentin pe 86. E kom murë para lufte. Po, a kom me murë patent para lufte nuk a kom kallaj. E së da bon për ndëru, me si me shku me blej pacit danë që t'jure. Nuk e di që tash bashkë batëm bised me adlon që jetën Kosovë, që tash apet nuk janë shumë të dhonë kështu me pare edhe pa ditë, se u konë një kuj, ja 7 vjetë, 10 vjetë, edhe nona jem ka mujtë me shku mi marrë, veç i ka lo 400 euro edhe ka shti paten shoferin gjep. O i ndëru, a i paten shofer nuk dhynë. Ju për zotën. Mirë dhe ti një periuda kanë pas bongën, si me shku me mor patent shofer, si me shku me mor letër njëfti me njëta. Shumë e vërtet. A i nuk dhynë. Ato me morë kësë pahamë që të rekonë se bilësivër e mirë, dhe me shku në peja sa ma hura s'ki. Vish gjohë as mojtas. Po kini numër të ma tyne, mi thonë hajde shku e në Prishtinë, janë një numër i ma që leon kjerë në fushë Kosovë, dhe hybin autobus të shku e një kujnë punë në Prishtinë. Po, tu është Kosovë. E kanë alën shtokën të dera, orët e drejten në vëllanë. Vëllë ojë tu.
Lloj këtu në herë sak edhe traktorat edhe nuk i kanë ngro krejt rap të shtëpis krejt moshkujt. Ju kanë 2 vet ose 3 që e kam përdur traktorin për punë fushës, me shku në mal, me shku në mulli, me shku tana këtu, se krejt rap të kurse kam përdur, se tonë do kanë ditë mi gro që shdohet. Unë e pa flasë për veti, s'pa ma shumë për një 10 vjetë para lufte, kanë ble traktor. Si së dhe di, se këtë të sene i moj men. I kanë adhu i pen kual të mirë, ju kual shka të i pen kual të mirë, edhe 2700 morë ka Gjermani si kanë adhu e kanë amur i traktor. Një jovë dit, a orë në një pëjemi, është dhe 2 vjetë më vjetës në. Një jovë dit, a orë në kam su. Edhe në ka ena për ora në për levodhe. Po normal se pe i kirrit kive ose të kuajve me hymë traktor ka pos do me thonë një, oj sak. Normal. A mu po mu më kam su në ora. Po më po zven ku mu këthy. Edhe me gabu aty në ora në levadhe dhe me gabu, është dhe shka tjetër, në komunikacion të me koj kujdes shumë. Po normal, unë për që ta po thamë se me pas dollë të hera por me dollë edhe me dollë me njëherë një rrugë dikon ku ko njerëze, ku ko traktura, kire, a qa din ti, a ja kështë dho dikon, a tu kish në ola, ta kish më shat dikosh, a kështu, deri sa të shliruhet njëri, e ke bo atë përvuj një vend sigurt ku nuk ka pas njerëz, kur s'ka pas kur gjon, pse jo? E sët, për të jere shtohë, të vësele shtohë në kërë. Së në posh vilësua në ishtë një live, një aksident që ishë konë klinë. Po. Vilësua në një live e posh. Mine tha vilësua në, me pas kuna i kom suar atë. Po pasha zi u të brenderu me, nuk jem karkash, shkur të tërë. është tejper për 7 ditë, 7 dekon në komunikacion, është kjo për një Kosovë ka është vogël, për kuk banuri sa ko Kosova, është shumë katastrofe madhe Isak. Unë vish nuk pe di kur duhe në më vedisu. Po thetë se në lausha o Isak, 500 euro në Mitrovic ta jep patent shoferin pe që i tuhit, ju mu me jep paret po autoshkullës. E po, Katastrofe, a peshe. E shka dyna i patent shofer. A paj, qa? Që? Shumë e vërtet është, shumë. Si me shku me mori letër njeftim, si me shku me mori patent shofer njaj. Po, shë me bon. Jo, s'ki qa banë, unë të falenderoj shumë Isak nëse s'ki me shtu diqka. Me shtu s'kom kur gjëmëvic, i përshëndes, krej telefonus, emër për emër që bëhat astan kastroti me duon zemër, e kështu më hi me emna, shkojnë gatë, e vilësunit ju rëj pushim të mirë. Faleminderit shumë Isak për telefonatën, respekt pa fond, të roj aktim të mirë, vazhdim me dëgjum herave tjera. Natën e mirë ndërume. Natën e mirë gjithë mirat, respekt të këto. Tëng. Pra, të dashur dëgjuese kishëm në telefonate edhe Isak Kastratin, ku falenderojme, një përshëndetje shkon edhe për vendasin Shaq Rruta, që tashmë është bashkë me neve. Edhe njëherë ju përshëndes të gjithve, emër për emën Likova të përshëndesëm, të falenderojna shumë. Pra, të dashur dëgjuesi, jemi në emisionin tonë të mramjes, ku jemi duke shku edhe me një temë. E tema për sante është ku falenderojna dëgjuesin tonë nga Bareleva Enver Fazlim që na ka dërgu edhe këtë temë, po nëse kjo temë nuk ju pëlqen, mund të telefonani dhe të bashkëbisedojmë edhe diçka tjetër që ju shqetëson, mund çfarë do që të doni, mund të telefonani dhe të merrni pjesë në emisionin tonë. Ju mirëpres, tashmë kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbrëma mirë se na erdhe shaq. Po, përshëndetje mirë, më mirë se gjitha se pështini me kjerë që kë para fulsi. Po si e shaq si kaluve sot? Mirë valloha gjithë ditën e gatim të nojë, veç tik-tak, se të gjithë ditën sillë pështillë, del tik-tak. Qa me bon,